Kuvendi i Kosovës i dhuroi gjimnazit Dr. Shaban Hashani në Ferizaj 15 kompjuter. Kryeparlamentari Kadri Veseli tha se gjatë vizitës në këtë shkollë ka vërejtur se mungon kabineti informatikës, andaj ka vendosur që nxënësve dhe mësimdhënësve t'ua lehtësoj punën. Veseli tha se të gjitha shkollat në Republikën e Kosovës duhet të pajisen sa më parë me kabinetet të informatikës, nga se kjo është domosdoshmëri e kohës. Ne e bëm vetëm një gest simbolik. Sot, Kuvendi i Republikës Kosovës ka dhuruar disa nga kompjuterat e vetë për pajisjen e kabinetit informatikës në këtë gjimnaz. Në jetën kohë kjo, thashë edhe njerë, është vetëm simbolika. Gjithë Republikën e Kosovës, gjitha shkollat në Republikën e Kosovës, sa ma shpejt duhet pajisen me kabinetin e informatikës, në mënyrën që ta kenë si proces mësim dhënjes profesorët me të letë, në jetën kohë mësim zënja për nxënësit, po në jetën kohë edhe t'jenë edhe vetë përgatitur për sfidat. Rinia jonë duhet jetë t'i përballojë konkurrencës e cila është në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo pretendimi ynë, kjo rrugëtimi ynë, edhe ne do të shkojmë. Ndërsa, drejtori i gjimnazit Dr. Shaban Hashani në Ferizaj Naser Osmani e falenderoi kryekuvendarin për këtë donacion, me çrast i ndau edhe një mirënjohje. Zoti kryetari ishte para disa ditë këto, na premtoi që do të na pajis një kabinet të informatikës dhe ja tash e kemi këto kabinetin për të rëngjon e falenderojmë shumë. Falenderit kryetari. Veseli, gjatë vizitës në Ferizaj, bëri homazhe edhe tek shtatorja e dëshmorit Sadik Bega Mortaja, ku takua me familjarët e dëshmorit. Pas kësaj, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli vizitoi edhe biznesin Cadi në fshatin Prelez në magjistralen Ferizaj Prishtinë.